quhem djali Flamurit, edhe do t'jem deri në ditën e fundit këtu. Jam që nga dita 2, do t'jem deri në ditën e fundit. Edhe inshallah me fitore. Gjatë ditës punoj deri në orën 3, kam mundësi edhe 4, e pastaj vi direkt e këtu. Pushoj pak një orë, duaj ato punët e shtëpisë, se jetoj vetëm me babin, edhe duhet kam ca detyrim në shtëpi. Edhe duhet me i bo ato, se s'bën. Pastaj detyra tjetër është këtu, si Flamurit. Flamurin s'do ta shkojmë kur, deri në fitore. Në bëj thirrje bashkohen gjithë. Na duhen shumë njerëz, sidomos prindrit, të vinë të mbështesin fëmijët e tyre. I duam këtu të gjithë. Përshëndes diasporën, ata e kam zemër diasporën. Edhe i du shumë. E kupton që je bëri famshëm? Fama nuk ka ndiku te unë, edhe nuk do të ndikoj deri në fund. Se jam me kom tokë, edhe vi këtu për një mision, për Flamurin. Nuk do të ndikoj kur fama, se shumë njerëz pyesin për pagesa, për gjona, nuk ndikon te unë. Dikush kontribon për ujtin që e sjell falas, dikush për gjeneratorin. Të gjithë kontribojmë nga pak. Unë kam mision. Nga je me origjinë? Në Tiranë. Prindrit janë këtu? Tani për momentin jetoj vetëm me babin, se mami ka ndruar jetë. Ah, vjen keq. Edhe një vlla ka ndruar jetë, edhe kështu që jam djalë i vetëm. Po me njerëzit tu që kam gjatë nuk jam më vetëm. Edhe jam krenar për gjithë. Është bërë familja e madhe këtu? Po, shumë familja e madhe, edhe gjej forcë këtu. Gjatë ditës edhe mund kaloj mërzia shumë, po kur vi këtu jam më i lumtur. Protesta mund mbaroj nesër, pas nesër, po njerëzit janë zemrën time. Unë e kam kuptuar që njerëzit më duan edhe për te protestës. A të shkruajnë mesazhe? Pafund, unë duhet një person që të marrë telefone, po nuk kam kohë. Ja nesër do zgjohen 5 mjesë politik këtu. Edhe mund zgjasi deri në 3. Edhe mund vi këtu edhe i log. Tash me tregu realitetin ka 40 ditë kjo protesta, edhe kam marrë edhe smur, edhe i log, po kam gjatë forcë. E gjej forcën kur mendoj prindërit. Qa thot baba? Babi se ka marrë vesh kur. Se di që je Se këtu? di që vi këtu. Si ka mundësi? Nuk e di. Ndoshta kam pa në televizor, po nuk e shpreh. Po vetëm kujdes. Ah, E di që ka kuptuar diçka, po kujdes. Se nuk e marr Flamurin në shtëpi, e lej dikush. Shumë njerëz shkon, kena një fëmijë, edhe bashkë me ty bën 2 fëmijë, ose kena një djalë bën me 2 djalë, me 2 djemë. Unë i kam zemër gjithë. rujt Zoti. Faleminderit shumë. Amur te duam shumë, ti për ne je në nevap. Këndo edhe ti. O Flamuri,